A e di cila është dhimbja më e madhe në jetë? Këtë lloj dhimbje nuk ta dhuron bota, as koha, as i huaji, por ta vullosi në zemër njerëzit që i do. Jo çdo i vrarë është i vdekur. Shumë njerëz ecin, flasin e qeshin, e brenda janë shuar. Nga fjala, tradhtia, e heshtja e atyre që duhet të ishin stre. Dashuria e rreme vret më fort se çdo urrëtie. Por ky nuk është fundi, sepse edhe nga kjo gjendje shpirti mund të rilindë. Plaga kthehet në busull, dhimbja në forcë, dhe atëherë kupton se dashuria e vërtet nuk të shuan. Ajo të ringjall, të shëron e të bën ta duash jetën. Dhe mos e harro, lëngu më i shtrejt në botë është loti. Vetëm 1% është ujë, dhe e tërë përqindja tjetër është ndjenja. Mendohu mirë para se ta lëndosh dikë.